Surja Kaf Mekase 45 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kaf. Betohem në Kuranin e lavdishëm. Po, ata çuditën që nga gjiri i tyre u ka ardhur një paralajmërues, kështu që mohuesit thonë: kjo gjë është e çuditshme. Vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të ringjallemi sërish? Ai kthim është i largët. Ne e dim sa prej tyre i merr toka. Tek ne është libri që i ruan të gjitha. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen, kështu që ata janë në gjendje të turbulluar. A nuk e shohin ata qiellin që qëndron sipër tyre, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur farë plasaritje në të? Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar male të palëvizshme dhe kemi bërë që nga ajo të mbijnë gjithë farloj bimësh të bukura, si mjet ndriçimi të mendjes dhe përkujtesë për çdo rob që i drejtohen Zotit të vet. Ne lëshojmë nga qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet tij krijojmë kopshte, drithëra që korren dhe palma hurme të larta me tufa frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robërit tanë. Në këtë mënyrë, ne me shi e ringjallim tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre ka mohuar populli i Nuhut, banorët e Resit, edhe fisi Themud, edhe fisi Ad, Faraoni dhe vëllezërit e Lutit, edhe banorët e Ejkës, edhe populli i Tubas. Të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Prandaj kundër tyre u përmbush dënimi im. Vallë, a mos u lodhëm ne gjatë krijimit të parë? Jo, por ata dyshojnë në krijimin e sërishëm. Ne e kemi krijuar njeriun dhe ne e dim që pëshpërit atij shpirti i vet. Ne jemi më pranë tij se damari i qafës së vet. 2 engjëj i rrin atij nga e djathta dhe e majta, dhe për çdo fjalë që ai thot, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën e jetës tjetër. Ja, kjo është ajo se cilës përpiqeshe ti ikje, dhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcënimit. Çdo shpirt do të vijë i shoqëruar me një engjëll grahës dhe një engjëll dëshmitar. Mohuesit do t'i thuhet: ti ke qenë i pavëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është i mprehtë. E shoqëruesi i tij engjëll do të thotë: këtu është shënimi i veprave të tij që kam gati. Do të thuhet: hidhni në zjarr çdo njeri jo besimtar, kryenetsh, pengues të mirave, shkelës dhe dyshues në fe, çdo njeri që ka besuar në Zot tjetër përveç Allahut. Kështu pra, flakeni atë në dënimin më të rëndë. E shoku i tij djallë do të thotë: o Zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vet ka qenë në humbje të madhe. Atyre Allahu do të thotë: mos u grindni para meje, unë ju kam paralajmëruar me kohë. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robërit e mi. Atë ditë ne do ta pyesim Xhehenemin: a u mbushe? E ai do të përgjigjet:
a ka edhe më. Dhe jo larg prej aty, xheneti do t'u afrohet besimtarve të devotshëm, që do t'u thuhet: kjo është premtuar për ju, për këdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, që e ka pasur frikë të gjithëmëshirshmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. Hyni në të xhenet me paqe e siguri. Kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. Sa breza shumë më të fuqishëm ne I kemi shkatëruar para tyre. Ata brodhën nëpër tokë, po a mund të gjenin strehim? Vërtet, këtu ka këshill për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Ne I kemi krijuar qiejt, tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndjer lodhje as pak. Andaj, duroje atë që thon ata, madhëroje Zotin tënd, e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Madhëroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit. Dhe vëri veshin thërritësit që thërret prej një vendi të afërt, ditën kur ata do ta dëgjojnë thirrjen e vërtet. Ajo do të jetë dita e daljes, ringjalljes. Jemi ne, ata që japim jetën dhe vdekjen, te ne do të kthehet çdo gjë. Atë ditë, toka do të hapet, e ata do të dalin me nxitim. Për ne, është e lehtë t'i mbledhim ata të gjithë. Ne e di mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojmë. Prandaj, këshillo me Kuranin çdo që ka frikë para lajmërimin tim.